Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kreu i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut deklaroi se nuk ka propozim nga qeveria për ndryshim të ligjit për funksionimin e kabinetit qeveritar. Për mediat Afrim Gashi sqaroi se procesi ndërprerjes së qeverisë teknike duhet të ndodhë në mënyrë konsensuale. Nga aspekti politik i rëndësisë, mendoj që duhet të tentojmë të merremi vesh deri në fund me gjithë aktorët politik që ta kuptojmë edhe të bindemi bashkarisht se nevoja për të pasur qeveri teknike ka përfunduar dhe të vazhdojmë të funksionojmë normal si çdo shtet normal me proceset zgjedhore të organizojë qeveria që është në detyrë. Shumica në pushtet në Maqedoninë e Veriut kërkon ndryshim në ligjin që garanton qeveri teknike 6 muaj para zgjedhjeve. Kallëzim penal në shkup ndaj kryetarit të Komisionit Rregullator për Energjetik Marko Beslimovski, mbi të rëndojnë dyshimet për keq përdorim të detyrës zyrtare. Sipas njoftimit të policisë financiare, dyshohet për shkelje ligjore duke mos vepruar për t'i hequr në kohë licencën kompanisë Triterol Petrol, pasi ajo nuk i plotësonte kushtet ligjore për ushtrimin e veprimtarisë energjetike. Në vend që licenca të hiqen në janar të vitit 2024, vendimi është marrë vetëm në prill 2025, çka i ka mundsuar kompanisë të vazhdojë aktivitetin edhe 15 muaj dhe të marrë pjesë në tender publik. Përpasoj, kompania ka realizuar qarkullimin e mbi 194 milion denarve dhe një përfitim të palishëm mbi 14 milion denar, thuhet në kallëzim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani vlerësoi përfshirjen në bordin e paqes si një nga zhvillimet më të rëndësishme të politikës jashtme të vendit në vitet e fundit. Në intervistë dhënë për Telegraf, Vjosa Osmani deklaroi se ky hap fuqizon drejt për drejt subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Natyrshëm që antarësimi i Kosovës në secilën organizatë ndërkombëtare është lajm i mirë për vendin tonë. Në veçanti kur po flasim për një organizatë ndërkombëtare e cila udhëhiqet nga aleati ynë strategjik, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shteti kryesor që nëpërmjet ndihmës, bashkërendimit dhe udhëheqjes leadershipit të vet ja ka bërë Kosovës të mundur lirin, pavarësinë, demokracinë dhe paqen që e gëzojmë sot. Osmani tregoi detaje lidhur me ftesën për Kosovën si shtet themelues i kësaj organizate ndërkombëtare të krijuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me presidentin Trump, çka sipas saj përbën një vlerësim të jashtëzakonshëm për shtetin dhe qytetarët e Kosovës. Kjo fuqizon subjektivitetin tonë ndërkombëtar, fuqizon pozicionin tonë ndërkombëtar, na jep mundësi që të kemi zërin tonë të barabartë në tavolinat të vendimarrjes, dhe në të njëjtën kohë na jep çësje të shumë shtete të cilat akoma nuk e kanë njohur Kosovën. Ajo shtoi se gjatë ceremonisë të themelimit të Bordit të Paqes ka pasur takime dhe komunikime të drejtë për drejta me liderë të shumë të shteteve përfshirë dhe vende mosnjose. Oda ekonomike amerikane në Kosovë kërkoi nga Komisioni Evropian ta angazhohet urgjentisht në gjetjen një zgjidhje të balancuar dhe të qëndrueshme për sfidat aktuale që po ndikojnë në transportin ndërkombëtar të mallrave dhe zinxhirat ndërkufitar të furnizimit. Në komunikatën për media thuhet se ndërprerjet po ndikojnë tek bizneset përmes vonesave në dërgesa, rreziku të mos përmbushjes së kontratave, humbjeve financiare dhe mundësisë së humbjes së klientëve ndërkombëtar. Sipas Odës ekonomike amerikane në Kosovë, ndërprerjet e zgjatura cënojnë qëndrueshmërinë në furnizim si dhe rrezikojnë rritjen e shpenzimeve operative për bizneset dhe rrjedhimisht të kontribuojnë në rritjen e çmimeve për konsumatorët. Bota. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i propozoi homologut amerikan Donald Trump një samit trepalësh mbi Iranin. Sipas mediave turke, Erdogan e shpreu këtë iniciativë gjatë një telefonate me Trump më 27 janar. Raportoi gjithashtu se ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi pritet të vizitojë Turqinë më vonë këtë javë për të zhvilluar bisedime me homologun e tij turk Hakan Fidan. Bisedimet e fundit telefonike midis diplomatëve të lartë turq dhe iranian u zhvilluan më 28 janar, u përqendruan në përpjekjet për uljen e tensioneve në rajon. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.